Skena është e plot. I moshuari quhet Çelnik Shtupalli, është 78 vjeç, nga fshati Homçani Pogradecit. Pret plot 5 orë pranë rezidencës qeveritare në Pogradec, pret në pikun e Vampës. Por kë pret të takoj? Kryeministrin e vendit, Edi Rama, pse do që ta takoj? Ti robej premtimin për shtrimin e 4 kilometrave rrugë në fshatin e tij. Pasi mbaroi mbledhjen e gjatë me drejtuesit politik të qarqeve, Rama e takoi Çelnikun. Në sfond, është edhe kryetari i Bashkisë së Pogradecit, Ilir Xhakolli. Ai hyn në skenë më vonë, atëherë kur e urdhërojnë. Pastaj i vjen urdhri i dytë, ti asfaltosh. Dhe plaku u kthye i lumtur në fshat. Rrugës për në shtëpi dhe në fshat tregoi i mallëngjyer për takimin e tij me kryeministrin. Populli i vuajtur shumë prej Baldës dhe rrugës së keqe i fola kryeministrit. E mata rrugën. Është 4 kilometra. Do një fond të madh, prandaj kërkova Edi Ramën. Jam shumë i lumtur që e takova. Ai i tha Ilirit t'ju ashtrosh. Tani jam shumë i gëzuar që po kthehem në shtëpi, fluturonte Çelniku nga Homçani. Një skenë denj për një version tjetër të novelës Plaku dhe Deti, por në një version tjetër. Edhe Plaku dhe Rama. Do të ishte një letërsi e bukur eksistenciale për betejën e Çelnikut dhe shumë të tjerëve si ai me Fatin. Në anën tjetër, do të ishte një letërsi realiste, intriguese, pasi dhe vetë skena është shumë më shumë se e tillë. Deti, Peshku dhe betejë e Plakut të Hemingwayt i kanë lënë vendin Ramës, Xhakollit dhe mundimit të Plakut nga Homçani për një rrugë vetëm 4 kilometra. Te Hemingway, Plaku përballet me një forcë të madhe, indiferente dhe jashtë kontrollit të tij, Detin. Te kjo historia jon, Plaku përballet me një realitet tjetër, një sistem administrativ që duhet t'i sigurojë një rrugë. Çelniku nuk ka nevojë të poshtë Detin. Ai ka nevojë për 4 kilometra asfalt. Mirëpo për ta çuar kërkesën e personit që në perceptimin e tij mund ta zgjidh, Plaku nga Homçani duhet të pres 5 orë për kryeministrin. Bashkë këtu nis ironia politike. Pyetja e parë, pse duhet të shkojë Plaku te kryeministri? Segmenti prej vetëm 4 kilometra është një rrugë vendore, hyn në përgjegjësi dhe detyrat e Bashkisë së Pogradecit, por siç duket, për të moshuarin, të cilit i duhet të asfaltuar ajo copës rrugë, Bashkia e Xhakollit nuk ka fuqi. Me sa kuptohet prej bisedës së Ramës me Çelnikun, ky i fundit tek atakuar kryebashkiakun disa herë, ama nuk ka besim tek ai. Ndaj, i duhet me patjetër të takoj Ramën, sepse vetëm ai të zgjidh punë. Një sistem normal, një qytetar si Çelniku nuk ka arsye dhe as nevojë të kalojë nga kryeministri për një problem që i përket pushtetit vendor. Rruga institucionale dhe normale do të duhet të ishte. Qytetari shkon te njësia administrative, paraqit kërkesën ose ankesën, dhe njësia administrative ose bashkia në këtë rast e dëgjon, planifikon, buxheton dhe zbaton. Përmbysja e kësaj skeme vetëm sa e feudalizon shtetin, ku e drejta qytetare kthehet në favor dhe ku sovraniteti i qytetarit asgjësohet. Në një model si ky qytetari nuk kërkon më llogari si aksioner i shtetit, por pret i përulur te dera, duke shpresuar te fati ose humori i kryeministrit. Sido që të jetë, takimi me një kërkesë për 4 kilometra rrugë ngjan si karremistisur keq. Megjithatë, pavarësisht kësaj, mesazhi që përcjellet është një: vetëm Rama mund të ta zgjidhë hallin që ke. Dhe ky perceptim për fat të keq sa vjen apo shtohet, madje i nxitur nga vetë kryeministri. Edhe prania e Xhakollit në një segment të takimit të Ramës me Plakun e bën skenën më të fortë dhe e çon ujin pikërisht te mulliri i Ramës. Kryeministri e pyet kryebashkiakun për kërkesën e Çelnikut dhe Xhakolli ja kthen: rruga do bëhet para se të iki unë. Skena është thuajse teatrale. Plaku kërkon, Rama pyet, kryebashkiaku përgjigjet. Në finale Rama rezulton personi që i gjen zgjidhje çdo problem. Megjithatë, kjo histori nuk mund të mbetet me kaq. Prandaj hyn në lojë komunikimi politik. Nëse takimi ishte krejt spontan, ai prodhon një material komunikimi jashtëzakonisht të mirë për kryeministrin. Ai mban të gjithë elementët që një komunikues politik dëshiron një histori pozitive. Një moshuar, një fshat, një problem konkret, një pritje prej 5 orësh, një kryeministër që ndalet dhe dëgjon, një përqafim, një kërkesë e thjeshtë dhe 4 kilometra rrugë. Por edhe një kryetar bashkie që është aty për ta bërë të realizueshme. Është një histori shumë më e lehtë për të konsumuar me emocion se sa një debat mbi korrupsionin, institucionet, protestat, përgjegjësinë politike apo administrimin publik. Kjo histori e bën pushtetin human pranë njerëzve dhe halleve që ato kanë. Në vend që të çosh Ramën në podium, në konferencë apo në përplasje me protestuesit apo opozitën, e sheh përballë një Plaku i cili ka 5 orë që e pret për një rrugë 4 kilometra. Efekti te publiku është i madh. Në një situatë protestash të gjata kundër Ramës dhe qeverisë së tij, efekti është edhe më interesant. Protesta përpiqet të ndërtojë një imazh. Rama nuk dëgjon. Ndërsa historia e Plakut ndërton një imazh krejt tjetër. Rama dëgjon. Protesta thotë qytetari është kundër Ramës. Historia e Plakut thotë të kundërtën. Qytetari drejtohet Ramës. Rama është i shkëputur nga realiteti, nga njerëzit. Historia e Plakut sugjeron një 78 vjeçar priti 5 orë vetëm që të takonte Ramën për 5 sekonda, për një rrugë 4 kilometra.
pra nuk është një histori për një rrugë. Një lëvizje që protestohen prej mbi 80 ditësh nuk zbehet dhe as shtuket nga një video e Ramës me një të moshuar, por bën diçka tjetër, diversifikon hapësirën mediatike. Edicionet e lajmeve nuk dominohen më nga protesta, kërkesat për dorëheqjen e Ramës, akuzat për korrupsione të tjerë. Në lajme hyn dhe historia e Pogradecit, një moshuar që pret Ramën për orë të tëra, kryeministri që takon të moshuarin dhe jep zgjidhje problemit konkret që ai ka. Kjo histori nuk e zhduk qasje negative që protesta ka krijuar për Ramën si kryeministër, por e zbe atë, e konkuron. Në komunikimin politik, kjo konsiderohet një fitore e rëndësishme. Fitore shumë e mirë për PR-in e Ramës, por shumë e keqe për idenë e shtetit. Nëse një qytetar beson se për të asfaltuar 4 kilometra rrugë duhet të takojë kryeministrin, atëherë mesazhi është i keq. Institucionet e tjera nuk flejnë, kryeministri po. Dhe Rama ka kohë që e thotë dhe nxit këtë. Unë jam porta hyrëse për gjithçka, edhe për Evropën. Teatri mbaroi, perdja ra. Pyetjet mbeten aty ku ishin. Dhe njëra prej tyre është: plaku priti Besor Ramën për një rrugë 4 kilometra. Po si kur i moshuari Çelnik të kërkonte një autostrad, sa orë do të duhet ta priste Ramën për ta takuar? Ju pëlqeu kjo video? Atëherë bashkohuni me ne. Na ndiqni në Instagram, Facebook dhe TikTok dhe bëni subscribe në YouTube. Klikoni like dhe share dhe aktivizoni njoftimet për të mos humbur asnjë video të re. Faleminderit për mbështetjen.